që çmimet e larta dhe me krahasu kohën tani me ma përpara, për shembull ti me 50 euro ma përpara ke kalu gjysmë muajt, tani nuk mundesh asnjë javë me kalu me 50 euro. Kështu që kjo e prek drejt për drejt qytetarin, po sidomos në anën psikologjike ka të bëjë shumë, sepse kjo gjë përsëritet, sidomos kur vjen me mesi muajit edhe tutje, pastaj kjo veç diskutohet në familje që nuk ka të ardhur, nuk po del rruga, nuk mjafton. Edhe duke shikuar dhe çmimet që janë bërë tani në Kosovë, pak vështirë është me thënë drejtën. Por mundona me kalu, por është e dukshme, është shumë e dukshme. Patjetër. Roland? Është bu fenomen interesant, çdo sen po rritet veç rruga ju. Fatkeqësisht. Edhe normalisht që kjo është ndikon drejt për drejt në jetesën e qytetarëve. Ushqimet bazë janë rrit kogja shumë brenda pak viteve. Po nashta në anën ekonomike s'kisha hi e kemi ekonomistin edhe idem pak më mirë, po është krijuar një trend që nuk po i kontrollon kërkush. Fati i keq, po rriten çmimet, po i gjesin çmimet qysh po dojnë, po nuk po japin llogari askujt për atë rritje çmimeve. Edhe inspektorati më duket që nuk kushtu e bu punën e vet sa duhet me bu për me dal. Dikush duhet më konë përgjegjës për këtë rritje që po bëhet. Tash po e blen një produkt shembull 10 herë më lirë se sa që e shesin, fitimi është shumë normal, po jo fitim 10 herë. Po, jo fitim 100%. Edhe i qesin çmimet në bazë secili market në mënyrën e vet. Asnjë market s'e ka çmimin e njëjtë një produktit. Po.